Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. E motra e kishte parandier postimi i saj para humbjes tragjike. Një aksidenti mori jetën në vendngjarje Eldion Kelmentit, vëllait e ish banorit Gjesti. Rreth 20 orë para kësaj tragjedie, motra e tij Blerina kishte postuar disa fotografi në llogarinë e saj në rrjetet sociale, mes të cilave ishte edhe një foto me vëllain Eldionin. Krahas imazheve, ajo kishte vendosur 2 emoj me ëngjëj, gjë që ka prekur dhe trishtuar shumë nga ndjekësit e këngëtarit. Eldioni ishte pjesë e momenteve më të lumtura të Gjestit, duke u shfaqur edhe në surprizën që u bë gjatë qëndrimit në shtëpinë e famshme, ku familja e mbështeti publikisht. Aksidenti i rënd ndodhi në fshatin Qungur, në komunën e Pejës, pas ditën e djeshme, ku si pasojë humbi jetën vëllai i Gjestit. Mësohet se i riu ndërroi jetë në vendngjarje. Hetimet janë në vazhdim, po ashtu ende nuk kemi një reagim nga ana e Gjestit.